Porti detar i Vlorës aktualisht është në një periudhë qetësie. Fluksi ka rënë ndjeshëm dhe është në nivele të ulta. Kjo edhe për shkak se muaji mars, por edhe prilli, duket se do të jenë në të njëjtat nivele. Aktualisht lëvizjet janë në drejtim të itinerarit Vlorë-Brindisi apo Anasjelltas, më shumë të përqendruara tek biznesi. Sipas burimeve portuale, tragjetet e linjës me Italinë e zhvillojnë itinerarin 3 deri në 4 herë në javë. Kjo për shkak se nuk ka shumë lëvizje. Në ditët kur tragjetet janë në linjë, fluksi udhëtarëve shkon nga 100 në 200 pasagjerë. Autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se më shumë automjete janë kamionët e biznese, të cilat shkojnë kështu nga 50 në 60 mjete në javë. Përgjithsisht, ato sjellin në Vlorë materiale apo lëndë të parë të konfeksioneve, por edhe ushqime. Autoritetet portuale konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se pritet që fluksi të shtohet në muajt në vijim, gradualisht në rritje, do të nisë në muajin maj e për të arritur kulmin si gjithmonë në muajt korrik dhe gusht. Gjithsesi, do të merren të gjitha masat për përballimin e këtij fluksi me sukses, ndërsa momentalisht autoriteti portual konfirmon se jemi në një periudhë mjaft normale dhe që lidhet edhe me muajt apo stinën në të cilën ndodhemi.